Mirëmbrëma të gjithëve, e nderuar zonja kryetare e bashkisë, të nderuar përfaqësues të jurisë, zoti Përparim Kabo, zoti Ermir Hoxha, të nderuar qytetar shkodran, ju faleminderit që jeni bërë pjesë e kësaj mbrëmje sot. Ekspozita dhe tërë ky aktivitet, Dita e Biçikletave, që bëhet me mbështetjen e Bashkisë Shkodër, është në kuadër të një ekspozite dhe promovimit të një albumi që quhet Shkodra ime, familja ime, biçikleta ime, historia ime. Ne donim që të bënim diçka të veçantë, të dokumentuar për historikun që ka qyteti dhe ju familjet shkodrane, dhe janë grumbulluar 65 fotografi prej 26 pjesëmarrësve dhe mes nesh do gjeni 25 më të mirat, 5 prej tyre do kenë çmim dhe natyrisht një pjesë e mirë prej këtyre 25 janë përfshi edhe në këtë album, që të gjithë pastaj do keni kënaqësinë ta keni pjesë të bibliotekave tuaja. Të nderuar zonja dhe zotëri, mirëmbrëma, e nderuara zonja Shkreli, nderuar profesor, të nderuar. Unë kam kënaqësinë të hap eventin si një mbështetëse personalisht, por edhe në emër të institucionit të cilin përfaqësoj sot këtu. Bashkëpunimi me Geo2-shin, me Eltianën posaçërisht, në kuadër të këtij eventi, është një mundësi e mirë për ta bërë ndryshe, duke përdorur asetin atë që përfaqësojnë njerëzit dhe që përfaqësojnë organizatat e shoqërisë civile në Shkodër. Mirëmbrëma, e pranova ftesën e Eltianës për të marrë pjesë në juri në lidhje me vlerësimin e disa fotografive si më të mirat për t'u ekspozuar dhe mes tyre disave për të nderuar edhe me çmim. Para disa vitesh, për të nxitur presidentin e Republikës së Shqipërisë që të dekoronte artisten e madhe Maria Logorecin, po gërmoja në arkiv. Edhe zbulova që Maria Logoreci kishte filluar si këngëtare, luante në kitarë, pastaj ishte hedhur në teatr. Por ajo që më bëri përshtypje ishte që Maria Logoreci pëlqente të udhtonte me biçikletë dhe që në atë kohë, në vitet e para mbas çlirimit, bashkë me të shoqin, vinte me biçikletë nga Tirana në Shkodër. Unë shikoj këtu mosha të rritura, personalitetet të shuara të qytetit Shkodrës. Dua të falenderoj publikisht Eltianën edhe organizatën e saj. Dhe dua të bëj publike këtu para qytetarëve të Shkodrës që para pak muajsh në Kaliforni, në kujdesin e presidentit të Shtetet Bashkuara të Amerikës Barack Obama, është zhvilluar një takim botëror me të rinjt që kanë shpirtin e sipërmarrjes në komunitet. Gabimisht ne mendojmë se sipërmarrja është vetëm sipërmarrja private e biznesit. Në fakt, sipërmarrja është një nocion më i gjerë dhe kjo që bën organizata e Zonjushës edhe kolegët e saj është një sipërmarrje në komunitet. Dhe dua ta falenderoj publikisht sepse nga Shqipëria ka qenë vetëm kjo organizatë e zgjedhur me shumë kujdes, sepse të shkosh deri atje nuk është gjë e thjeshtë. Mirëmbrëma të gjithëve. Në një prezantim të parë, këto foto estetikisht prezantohen të thjeshta, me kërkesën e ditës për të dokumentuar një njerëz të dashur apo një mik. E në këto format ato ofrohen sa të thjeshta, aq të vërteta. Suksesin gjithë. Do doja të jepnim edhe 5 çmimet. Karolina Çoba, për konkursin e fotografisë. Shkodra, familja ime, biçikleta ime, historia ime. Jam shumë e kënaqur që mora pjesë në këtë konkurs, por më bëra qejf edhe që fotografi që kam sjellë u vlerësuan. Pjerin Temali është një moment meditimi bashkë me të shoqen dhe duket sikur nuk janë dy njerëz zakonshëm, po sikur janë dy aktorë të kinematografisë të viteve 50 shekullit kaluar. Faleminderit shumë, bëhet qefi domethënë për këtë ekspozitë që tregon me të vërtetë vlerat të Shkodrës, biçikletës në veçanti. Faleminderit. Tonin Alim Hilli. Unë kam njoft atë që ka pru biçikletën e parë në Shkodër, vitet e baba dhe dyftotet. Thotë pruna këtu të Gjymëriku kanë thënë dogancë turqisht. Edhe nuk ma lane me fut, sepse thane këtë vegël nuk e njofim se qa është për të mirë a për të keq për dorët. Edhe met aty tha një muj, mas një mujit me shoqërime shuë në Zora, edhe hypan të tha, edhe fillova me hesë në për Shkodër. Kur mas një 5-6 ditë, dikush më nali tha që mos hec ma me këtë këtu, sepse
fanatik të po të vrasin për biciklet. Kujtim Mesi. Unë kam sjellë fotografia e babës. Baba është bicikletysh në 35-ën, Mamet Mesi. Kam dhe një lenja të qarkullimit originale që nuk e di a mund të ketë kush, e firmosën nga Vash Marash, ish kryetari i qarkut Shkodrës, 83-shin. Merita Kinkaj, është një fotografi shumë e bukur e dy vajzave të reja shkodrane. Ju jeni kjo këtu? Keni qenë shumë e bukur. Bile kur e pash më kujtu nena Latu Buzi, ishim të shku në fshat, në punë. Edhe që me ba, marrin bicikletat, edhe shku me 1 orë në bicikleta, veç me ju gjindë punë, se me shku në punë, me dëshirë të male, kena dash punën, edhe vazhdej ta du. Nuk pas ka qenë vetëm i gjeni që shkonte në vrak me biciklet, pas ka qenë dhe ti. Lazar Çapaliku. Nuk e priqe këtë vlerësim për faktin se 60 vjetë që i kam punë pa ndërpreme, për më vlerësuet bicikleta. Mes tonë më minteve të gëzimit, unë du të analim vetëm 1 sekund të vetëm gjithë bashk atë kohen për të nëru vetëm 1 moment të nëruarin doktor Gilman Bakalli. Ju faleminderit, ju ftoj ta shijoni ekspozitën edhe të merrni edhe albumin. Faleminderit. Sa mirë për se gjithë edhe... Një kështu edhe një nga afër. Vitëve kanë blerën për hajtë. Public policy. 44% it's pedestrian. So by collecting that, this is the mission to promote and to... Thank you. This is... Thank you very so high, people were even the plan. These were just... Yeah.